Po shihet këtu, hajda kamera afro më afër, e papastër, uji ekstrem i ndotur, era shumë e keqe është u ardh. Këtë pajisje 35 dhe 40 shtëpi sa jena këtu, këtë ja ka djeg. Çdo herë kena probleme, këto janë probleme ka moçme, nuk ka shumë problemi i pronshëm. Këtu s'ka pas luftë kur para intervenimit të ri s'ka. Kjeci nuk po vijnë tash, nuk po dina çfarë ndërmorën ata. Përshëndetje me shtemiti me djumë shqiptarë që ketë nga ana Adeja. Ndodhem këtu në fshatin Sanovci-Japër, komunën së Vushtres, ku jemi të ftuar rreth një problematika që ka ndodhur në mbrëmjen e djeshme. Këtu pranë vetes kam banorin Rushdea Redina, i cili ka më na tregu problematikën që jam ballafaqu qysh mbrëm. Përshëndetje. Përshëndetje. Jo, dot. Mbrëmjen e djeshme ka ndodhur problemi i rrymës. Kena lajmëruar kjecin që norme intervenue, këtë pajisje 35 dhe 40 shtëpi sa jena këtu, këtë ja ka djeg. I kena thirrë në mëngjes kecin, në orë kanë intervenin të vogël, prapë e kanë lënë keq. Apet është rryma nuk kanë rregull. Pas me pak si ndodh edhe sa pa dame. Dame tash gjithkush e vlerëson familjet vet. Pas ma herët këse probleme? Po, kena pas. Çdo herë kena probleme, to janë probleme ka moçme, nuk ka shumë problemi i pronshëm. Qita nkesa apo diçka? Kena paraqit nkesë, sa na detyruar policinë me thirrë, dhe tash kena edhe policia këtu në vend ngjarjes. Po keci prapë serv. Nuk erdhën veç, u lajmëru nuk erdhën. Çfarë përgjigje ju dhan? Policia dhe policia erdhën e kryen punën e vet. I thirrën kecin, i këshyrën edhe prapë policia shkon, keci nuk erdhën. Unë me sa po shoh këtu edhe do shtyllat që kanë gati si të urat, urxu. Gjitha këto shtylla janë vendosa para luftës. Këtu s'ka pas luftë kur para intervenimit të ri s'ka. Aty këtu na shtyllën, edhe shtylla boaki kanë rregulluar, të reja i kanë gjetë. Këtu krejt para luftë janë të vendosna. Edhe pse jam paraqit ankesa, nuk e marr parasysh asnjëherë. Nuk parasysh kur gjahet. Ke logja jon jena me probleme ka moçme për rrymë. Tjetër me çka ballafaquni përveç rrymës? Kena pas problem edhe me rek, po rekën kam filluar që në një javë ditë me rregullue, komuna e Vushtres, o të rregullu, që bageri të punue, ma mërmenja ke rregulluat, veç me rrymë tash, për që tash rrymën e jem në gjendje të keq. Në dan, pas ka qenë problem. Rrymën e kena problem tash. E kena pas rekën, reka veç o të rregullu, pa veç rryma. Po rrymë rregullu, më qenë se pa rrymë dhe s'mon Kjeci nuk po vijnë tash, nuk po dina çfarë ndërmorën ata. Pajisjet janë djegne, çdo familje, pajisjet i ka djegne. Dome gjithë secili ka për minimierë dome. Çfarë kecet që nuk u shpërgjigj deri tash apo mendju? Kjeci më kanë intervenu prom që ka pas thirrje, nuk i shor domin që të pozit. Prom ish rregulluar dhe s'ishin ja me kanë ndërprer rrymën krejt, çdo domë s'ishin bo. S'kanë intervenu edhe jem bo dome tash. Duhet me gjithë secili me intervenu me familjet vet, mi marr pajisjet me që me rregullu. Pe mas luftë kena na gjithë me rrymë kena problem. Me ujë me këto a keni? Pishëm? Jo. Me ujë a keni problem? Ja. Ja, ujë pishëm kena mjaftueshëm. Veç me rrymë për momentin veç për rrymë kena problem. Sa familje janë që janë të dëmtuara? Jem dikon 35 dhe 40 shtëpi, vallai sakt nuk e di sa janë. Çi ka prek që Ky problem i pronshëm. Ky reka këtu ka mjaft rrllog. E papastër, uji ekstrem i ndotur, era shumë e keqe është u ardh. Përveç kësaj, tash po vazhdoj edhe te këto shtyllat që janë të urrzu. Që është diçka shumë e rrezikshme edhe për rrymë, po edhe për qytetarët që lëvizën. Po shihet këtu, hajda kamera afro më afër, e papastër, uji ekstrem i ndotur, era shumë e keqe është u ardh. Këtë pajisje 35 dhe 40 shtëpi sa jena këtu, këtë ja ka djeg. Çdo herë kena probleme, to janë probleme ka moçme, nuk ka shumë problemi i pronshëm. Këtu s'ka pas luftë kur para intervenimit të ri s'ka. Keci nuk po vijnë tash, nuk po dina çfarë ndërmorën ata.
Përshëndetje miq të mi të mediumit shqiptar që ketë nga ana Adeja. Ndodhem këtu në fshatin Sanovci japër, në komunën së Vushtres, ku jemi të ftuar rreth një problematika që ka ndodhur në mbrëmjen e djeshme. Këtu pranë vetes kam banorin Rushdea Redina, i cili ka më na tregu problematikën që jam ballafaqu qysh mbrëm. Përshëndetje. Përshëndetje. Jo, lot. Mbrëmjen e djeshme ka ndodhur problemi i rrymës. Kena lajmëruar kecin që norë me intervenue, këtë pajisje 35 dhe 40 shpi sa jena këtu, këtë ja ka djek. I kena thirë me në kecin, e norë kanë intervenu të vogël, prap e kanë lënë keq. Apet është rryma nuk kanë rregull. Pas me jo pak si ndodhe edhe sa pa dame. Dame tash gjithkush e vlerëson familjet vetë. Pas ma herët këse probleme? Po, kena pas. Çdo herë kena probleme, to janë probleme ka moqme, nuk është veç problemi i pronshëm. Qita nkesa apo Kena diçka? paraqit nkes, sa dojnë na detyrua dhe policinë me thirr, dhe tash kena edhe policia këtu në vend ngjarjes. Po keci prapë sërë. Nuk erdhën veç, u lajmëru nuk erdhën. Çfarë përgjigje ju dhan? Kur gjë. Policia dhe kjo? Policia erdhën e kryen punën e vet. I thërën kecin, i këshyren edhe prapë policia shkun, keci nuk erdhën. Unë me sa po shë këto edhe dë shtyllat që ka kanë gati si të urat, urzu. Gjitha këto shtylla janë vendosa para luftës. Këtu s'ka pas luftës kur para intervenimit të ri s'ka. Aty këtu na shtyllën, edhe shtylla boaki i kanë rregulluar, të reja i kanë gjitë. Këtu krejt para luftës janë të vendosna. Edhe pse jam paraqit ankesa, nuk e marr parasysh Nuk asnjëherë. parasysh kur gjahet. Ke logja jonë jena me probleme, ka moqme për rrymë. Tjetër në çka ballafaquni përveç rrymës? Po kena pas problem edhe me rek, po rekën kam filluar që në një javë ditë me rregullue, komuna e Vushtres, po të rregullu, që bageri të punue. Ma mërmenja ke rregulluat veç me rrymë tash, për që tash rrymën e kem, jem gjendje të keq. Në dan pas ka qenë problem. Rrymën e kena problem tash. E kena pas rekën, reka veç të rregullu, pa veç rryma. Po rrymë rregullu, më qenë se pa rrymë dhe s'mund të Keci nuk po vinë tash, nuk po dina që ndërmorën ata. Pajiset janë djegne, çdo familje, pajiset i ka djegne. Dome gjithë secili ka për minim herë dome. Çfarë kecet që nuk u shpërgjigj deri tash apo mendju? Keci më kanë intervenu prom që ka pas thirrje, nuk i shor domin që të pozit. Prom ish rregulluar dhe s'ishin ja me kanë ndërprer rrymën krejt, çdo domë s'ishin bo. S'kanë intervenu edhe jem bo dome tash. Duhet me gjithë secili me intervenu me familjet vetë, mi marë pajiset me që me rregullu. Këj mas luftë kënina na gjithë me rrymë kena problem. Me ujë me këto a keni? Pishëm? Jo. Me ujë a keni problem? Ja. Vetëm me rrymën. Ja, ujë pishëm kena mjaftu shumë, veç me rrymë, për momentin veç për rrymë kemë problem. Sa familje bjanë që janë të dëmtume? Jem dikun 35 dhe 40 shpi, valla sakt nuk e di sa janë. Me ka prek që kjo... Ky problem i pronshëm. Ky reka këtu ka mjafte rëllëg. E pa pastër, uji ekstrem i ndotur, era shumë e keqe është u ardhë, përveç kësaj, po vazhdoj edhe të këtu shtyllat që janë të urzu. Që është diçka shumë e rrezikshme edhe për rrymë, po edhe për qytetarët që lëvizën.